الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إن أصدق الكلام كلام الله وخير هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Falënderimet e panumërta i takojnë Allahut Azza wa Jall, krijuesit të gjithësisë, I cili na mundsoi edhe një herë që të arrijmë muajin e Ramazanit për të na dhënë forcë dhe shpresë që të pasojmë rrugën e tij dhe rrugën e pejgamberit tij alayhi salatu wasalam. Paqja lavdërimi I tij qoftë me vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhi salam, familjen dhe shokët e tij dhe të gjithë ata që e pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Allahu I bën thirrje besimtarëve në Kur'anin Kerim, ju që besuat, frikësoni sinqerisht Zotit dhe mos disni ndryshe vetëm se duke qenë besimtar. Dhe dijeni se fjala më e mirë është fjala e Allahut Kur'ani Kerim dhe udhëzimi më I mirë është udhëzimi I Muhamedit alayhi salatu wassalam. Punët më të shëmtuara në fenë e Zotit janë shpiket që në humbje dhe humbja që në zjarr. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, jemi në xhuman e parë të muajit Ramazan dhe lutim Allahun Azza wa Jall që të na përfshin rahmetin dhe mëshirën e Tij, që të na mbulojë me mirësinë e Tij, na lehtësoj agjërimin, na zbukuroj imanin dhe Ramazanin me dritën e Kur'anit dhe duat që vijnë nga Kur'ani dhe suneti I pejgamberit alayhi salatu wassalam. Nderuar vëllezër dhe motra besimtarë dhe besimtare, lutja në fen ton ad-du'a ibada, është adhurim. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në hadithin e njohur ka thënë ad-du'a ibada. Pra duaja është adhurim, thot pejgamberi alayhi salatu wassalam. Është për ulje ndaj Zotit, është kërkim, është ndim, është mburoj, është rizq, është bereqet, është falënderim ndaj Allahut Azza wa Jall, është modesti, është për ulje. Nëse do që të arrish gjithë mirat në dynja dhe në ahiret, atëre lutë Allahun Azza wa Jall dhe në këtë muaj duaja bëhet dhe më e vlefshme, sepse njeriu është më afër Zotit subhanahu wa taala në namazin e tij, në sejdën e tij, në namazin e natës, në teravit e tij dhe kështu me radhë. Dhe kam zgjedhur për juve sot me lejen e Zotit duat e pejgamberëve të Allahut alayhimus salam, që janë përmendur në Kur'anin Kerim, pikërisht që njerëzit kuptojnë që duaja ka forma dhe lloje të ndryshme dhe bëhet për nevoja të ndryshme. E kështu që njeriu kur I lutet Zotit e ndjen veten krenar, sepse e di që ai në këtë rast I lutet atij që krijoi qiellin dhe tokën, që ka pushtetin e qiellive dhe tokës dhe ka në dorë çdo gjë. Dhe nuk I lutet njerëzve, nuk I zdat dorën njerëzve, nuk I përulet njerëzve, nuk I nënshtrohet njerëzve, por I ulet dhe I përulet Zotit njerëzve që ka shkaqet në dorë dhe krijon shkaqet ashtu siç do ai. Nëse vërtet gabon, njerëz jemi dhe gabojmë, atëre kujtohet duan e Ademit a.s. për cilën Allahu e përmend Kur'anin Kerim dhe thot qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min al-khasirin wa tub alayna innaka antat tawwabur rahim. Zoti ynë ne bën padrejtësi vetes tonë, gabuam. Prandaj nëse ti nuk na fal dhe nuk na mëshiron, do të jemi për të humbur. Prandaj pranoje pendimin tonë se vërtet ti e pranon pendimin. Mëso Allah musliman, mëso nga Ademi a.s. Ti nuk je më I mirë se Ademi a.s. Ti nuk je më I mirë se asnjë pejgamberi I Zotit. Njeriu është I prirur të gabojë, por mënyra më e mirë ose gjëja më e mirë që ai mund të bëjë është çfarë?
është të gjej rrugën, të mësohet, të kërkoj falje, bëj teube tek Allahu subhanahu wa taala. Nëse ke problem me djalin, vajzën, fëmijët, nuk janë rrugën e Zotit. Dhe është normale që neve të sprovohemi. Janë sprovuar pejgamberët e Allahut me familjarët e tyre, me djemtë, me vajzat, bashortët e tyre. Kujtohet Nuhun alayhis salam, i cili thot fanada Nuhun rabbahu qala rabbi inna ibni min ahli. Dhe Nuhu e thirrri Zotin e tij, o Zoti im, djali im, kur e pa që vjen ndëshkimi, është prej familjes time. Wa inna wa'daka haqqun wa anta ahkamul hakimin, dhe unë e di që premtimi yt është hak dhe ti je gjykatësi më i drejtë, gjykatësi më i mirë. Prandaj çdo prind mos sa heqë shpresën së luturi Allahun azza wa jall për fëmijët e tij dhe familjarët e tij dhe trashëgimtarët e tij. Në ashtu, nëse e qenë që nuk gjem përgjigje, të mbysin hallet dhe problemet, thuaj siç bëri prap Nuhu alayhis salam. Fada'a rabbahu anni maghlubun fantasir. O Zoti im, unë jam i pamundur, i mposhtur, prandaj më ndihmo. Dhe nëse shikon që hapet fesadi dhe prishja në një vend dhe do të ruhesh nga e keqja, kujtohet duan e Lutit alayhis salam, Rabbi nsurni ala alqawmil mufsidin, o Zot më ndihmo ndaj popullit zullumqar. Dhe nëse do të largohesh prej zullumit dhe padrejtësive tyre, kujtohet duan e Lutit alayhis salam, qala Rabbi najjini wa ahli mimma ya'malun, o Zot më ruaj mua dhe familjen time nga ajo vepër shumtuar që ata bëjnë. Edhe nëse do bereqetin e vendit dhe mirësisë, do bereqetin e vendit tënd dhe atë popullit tënd, kujtohet duan e Ibrahimit alayhis salam, i cili tha Rabbi gjal hadha baladan amina, u lut për popullin e Mekës, o Zot bëj këtë vend të sigurt. Warzuq ahlahu min ath-thamarati man amanu minhum billahi wal yawmil akhir, dhe furnizoj ata nga çdo anë me mirësitë e tua, të gjithë ata që besojnë Allahun dhe ditën e gjykimit. Dhe nëse do që të kesh fëmijë të urtë dhe të dëgjueshëm në fenë e Zotit subhanahu wa taala, kujtoje po ashtu duan e Ibrahimit, Rabbi hab li min as-salihin fabasharnahu bi ghulamin halim. Thot Allahu azza wa jall për Ibrahimin alayhis salam, o Zoti im, më furnizo me një fëmijë prej të mirëve. Dhe përgëzuam atë me djaloshin e urtë, pra me Ismailin alayhis salam. Prandaj në ajetin tjetër thot Allahu, sa herë që bëni punë të mira dhe doni ta keni të pranuar te Zoti, kujtohet prap duan e Ibrahimit alayhis salam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, kur ndërtoni themelet e Ka'bes. O Allah, na prano prej ne se ti je dëgjuesi i gjithdijshmi. Rabbana waj'alna muslimin laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak. Dhe më pas nuk vazhdoi, nuk ngeli, po tha, o Zot, na bëj prej muslimanëve dhe prej trashëgimtarëve tanë musliman vetëm për ty, ja Rabbel Alamin, që ta përkushtojnë besimin vetëm ty. Dhe nëse ke ngushtim në kraharorin tënd dhe ke dëshirë që njerëzit ta kuptojnë fjalën tënde, apo ke marrë përsipër misionin, punën tënde, kujtoje duan e Musait alayhis salam. Qala Rabbi shrah li sadri, o Zot më hap kraharorin tim, wa yassir li amri, ma liro hallin dhe punën time, ma lehtëso, wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, ma zgjidh nyjen e gjuhës që ta kuptojnë fjalën time dhe mesazhin tim. Dhe nëse vërtet do të hapësh dhe të kesh bereqet mirës njerëzve, kujtoje pra duan e Shuaibit alayhis salam, Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haq, o Zot, na hap rrugët mes nesh dhe popullit ton me të vërtetën. Wa anta khairul fatihin, se ti je më i miri që i hap rrugët. Dhe nëse bën zullum vetes apo e braktis misionin tënd, kujtohet duan e Yunusit alayhis salam, i cili tha fanada fi dhulumati, dhe thirrën në mesin e errësirave, an la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh-dhalimin. Me të vërtetë, o Zot, unë dëshmoj se nuk ka Zot tjetër që meriton adhurimin përveç teje, i bëre padrejti vetes time. Prandaj vëllezër dhe motra, besimtar dhe besimtare, luteni Allahun xhelle xhelalu me çfarë duaje që ju vjen në mendje. Dhe sa herë që përsërisni faqet e Kur'anit dhe gjeni dua të cilat i dëgjoni nga gjuha pejgamberëve, luteni Allahun me gjithë zemër që Zoti t'u pranojë ato dua
dhe të na zbukuroj imanin ton dhe shpirtin ton me përgjigjen dhe lutjen që don Allahu Azza wa Jall, dhe Allahu nuk e refuzon lutjen e pejgamberëve të tij dhe atyre që luten me lutjen e pejgamberëve të tij. Walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimi takon Allahut Azza wa Jall, paqja lavdërimi i tij qoftë mbi vullën e pejgamberëve Muhammedin alayhis salam, familjen dhe shokët e tij dhe gjithë ata që pasojnë atë deri në fundin e kësaj bote. Nderuar vëllezër dhe motra, besimtarë dhe besimtare, në këto ditë dhe këto net që si ngjajnë asnjë kohë tjetër, në këto çaste dhe momente që si ngjan asnjë momenti tjetër, pra në këto fragmente të jetës tonë që nuk i ngjajnë asnjë fragmenti tjetër, njeriu duhet të ketë kurajo të përballet me veten e tij, ta përulë atë deri në fund ndaj Zotit subhanahu wa taala, që të gjejë qetësinë e zemrës dhe shpirtit të tij. Nëse ankohesh se je smur, apo ke halle, a ke probleme, dije se Allahu xhelle xhelalu të dëgjon kudo që të jesh. Nëse njerëzit i mbyllin dyert, apo të kanë harruar, apo të kanë braktisur, atëherë dije se Allahu Azza wa Jall nuk e braktis robin e tij. Prandaj ju kujtojmë duan e Ejubit alayhi salatu wassalam, e cilin e kapi sprova madhe, i binte mishi copa, i vdiqën të gjithë fëmijët, u shkatërua gjithë pasuria, dhe ai e gjeti veten ashtu i shtrirë, gjysmë i vdekur, duke lutur Zotin subhanahu wa taala, wa Ejuba idh nada rabbahu, dhe kujtoje Ejubin alayhis salam kur ai e thirrri Zotin e tij, inni masani ad-durru, o Zot më ka kapur halli i madh, wa anta arhamur rahimin, kurse ti je mëshiruesi i mëshiruesve, ti je mëshiruesi i mëshiruesve. Pra përmendi Allahun Azza wa Jall me emrin dhe cilësinë e tij madhështore, wa anta arhamur rahimin, ti je mëshiruesi i mëshiruesve. Pra o Zot, mëshira jote nuk ka kufi, rahmeti yt nuk ka kufi, mirësia jote nuk ka kufi, dashamirësia dhe bujaria jote nuk ka kufi. Prandaj më shliro nga halli im, pra nga problemi im. Do dëshiroja që vëllezërit që janë te verandat ngushtohen pak, se ka shumë vëllezër jashtë në kem. Edhe nëse Allahu xhelle xhelalu të ka dhënë mirësi, të ka begatuar ke familja, ke djemt, ke vajza, ke prindrit e tu, kujtohet duan e Sulejmanit alayhis salam, i cili tha: Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya. O Zoti im, më mundso që të jem falëndërues ndaj mirësive që më ke dhënë mua dhe prindërve të mi, wa a'malu salihan, dhe që të bëj punë të mira që ti je i kënaqur me to, wa adkhilni bi rahmetike fi ibadike salihin, dhe më fut në xhenetet e larta me robët e tu të mirë. Pra ti qenit mirënjohës ndaj Zotit për mirësitë që të ka dhënë ty dhe familjes tënde, është për edukatës me Allahun Azza wa Jall, dhe mësojmë këtë nga duaja Sulejmanit alayhi salatu wassalam. Dhe nëse je sprovuar se nuk ke fëmijë, dhe kjo është provë për Allahut Azza wa Jall, dhe duhet i dorëzohemi kaderit Zotit, por nuk duhet ta humbim shpresën. Na mëson Allahu me Zekerian alayhis salam, i cili thot: Rabbi inni wahana al-'azmu minni, o Zot, unë tashmë jam një plak i krrusur, i pafuqishëm. Washta'ala ra'si shayban, dhe koka më shmbushur me thinja. Wa lam akum bi du'aika rabbi shaqiya, dhe kur o Zoti im nuk kam qenë në duan tënde i dëshpëruar. Pra gjithmonë e kam ditur që do m'japësh, e kam ditur që do ma kthesh, e kam ditur që do mbulosh me rahmetin dhe mesirë tënde. Wa anni khiftu mawaliya min wara'i wa kana imra'ati aqira, dhe unë kam pasur frikë për trashëgimtarët që do të vinë mas meje, kurse bashortja ime thyrën mosh, pra nuk lind. Fahabli min ladunka waliyan yarithuni wa yarithu ala min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Prandaj o Zoti im, më trashëgo, pra më jep një fëmijë që do të trashëgoj mua dhe pasardhësit e Jakubit alayhis salam, dhe bëja o Zoti i madh atë të kënaqur.
Kurse në ajetin tjetër, wa Zakaria idh da'a rabbahu qala rabbi habli min ladunka dhurriyatan tayyibah, o Zoti im, të lutem ty o Zot që të më dhurosh prej teje trashëgimtar të mirë. Dhe si u përgjigj Allahu azza wa jall Zakarias, e ka përmend Allahu me një cilësi gjigande dhe madhështore, kur thot wanadathu almalaikatu wa huwa qa'iman yusalli fil mihrab anna Allaha yubashshiruka bi Yahya. Dhe e thresin ata me lajket dhe i falesh natën, o Zakaria, gjojeni pra momentin, dhe i falesh natën, i të bëndë dua Allahut, ja Zakaria, o Zakaria, ne të përgëzojmë ty me një djalë, ja ka vënë Allahu emrin Yahya. Musaddiqan bi kalimati min Allah, pra njeri i sinqert që trashëgon dhe thot fjalë të vërteta. Wa sayyidan wa hasuran wa nabiyyan min as-salihin, zotri, njeri fisnik, i ruajtur, i mbrojtur dhe për pejgamberëve të Allahut azza wa jall sinqert. Prandaj po e mbyllim me duan e pejgamberit alayhi salatu wassalam, i cili thot në Kur'anin Kerim kur përmend Zoti historinë e tij, kul rabbi ighfir warham, rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. O Zot na fal, prandaj mulot metat, mos na e merr për të madhe, na i fshi ato nga regjistri yt dhe mos na i shfaq ato përpara njerëzve. Warham, na mëshiro, wa anta khairur rahimin, se ti je më i miri i mëshirues. Këtu e merr kuptimin fjala e pejgamberit ton alayhi salatu wassalam, ad-du'a wa ibadah, duaja pra çfarë? Duaja është adhurim, sepse ajo është me lloje dhe njeriu duhet i lutet Zotit xhalla xhelalu për çdo gjë të mirë dhe bereqet dhe mirësi që Allahu ja ka dhënë. Dhe mos u tregoni humbës shpresës ndaj Zotit se para ta. Mos e humbi rahmetin e Zotit, mos e humbi shpresën ke mirësia e Allahut, ke bujeria e Allahut, pikërisht në këtë muaj kur janë hapur dyert e bereqetit, janë hapur dyert e xhenetit, janë hapur dyert e rahmetit, janë hapur dyert e bujarisë, janë hapur dyert e faljes, janë hapur dyert e mirësisë, janë hapur mirësitë e Zotit nga gjitha krahët, edhe ti vetëm të takon të zgjedhësh nga cila derë e xhenetit dëshiron të hysh. Prandaj lutim Allahun azza wa jall na i fali gjuna dhe gabimet. E lutim Allahun na përfshin në rahmetin e tij. E lutim Allahun na i pranoj lutjet tona. E lutim Allahun na i pranoj ibadetet tona. E lutim Allahun na i pranoj amanetet tona. E lutim Allahun na pranoj leximin ton Kur'anit. E lutim Allahun na pranoj namazet dhe adhurimet tona. E lutim Allahun na i falë gjunat dhe gabimet tona. E lutim Allahun na përfshin xhenetet e tij. E lutim Allahun na bashkoj zemrat si ka bashkuar në këtë xhami dhe na bashkojnë xhenetet e tij në firdeusin e tij. E lutim Allahun t'i ruaj vëllezërit dhe motrat tona kudo që ndodhen. E lutim Allahun t'i shëroj të smurët tanë. O Allah, shëroj të smurët tanë. O Allah, shëroj të smurët tanë. O Allah, ndihmoj fukarat tanë. O Allah, shlyje borxhet hallëxhive tanë. O Allah, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Allah, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Allah, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tona në Palestinë. O Allah, ndihmoj ata në Sudan dhe Yemen dhe gjithë botën e Rabbel Alamin. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan. Allahumma ansur Islam wal muslimin fi kulli makan. O Allah, ndihmoj vëllezërit dhe motrat tonë besimtarë dhe muslimanët kudo që ndodhen dhe nga ruaj nga sherrri i sherrxhinjve dhe atyre që bëjnë fitnë dhe sprova që duken dhe nuk duken. E lutim Allahun azza wa jall na përfshin rahmetin e tij. Prandaj dijeni se Allahu ju dhon për drejtësi, bamirësi dhe të flini të drejtën dhe ju ndalon Allahu nga e keqja, e prisha dhe degradimi, pa drejtësia. Kështu Zoti juve ju këshillon që ju të përkujtoheni. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.